e madhe në qeft. Problemi është që kur dashuruan ata nuk i mendojnë këto. Dashuria në fillim, tani zbehet në ndërkohë. Dashuria gjithmonë në fillim është shumë, tani ka dalë vjen. Po përdori televizionin, lexon librin, votoj për dashuri. Edhe kështu që unë votoj gjithmonë, pavarësisht çfarë pengesa kanë. Nëse marrim gjitha mendimet të akterëve që jemi këtu, si ginekologu, sociologu, gjitha, përfundim me arrit që jemi kundër martesave me moshë të shtyer. Unë edhe në fillim potencova që nuk deshta me hynë më detaje në aspektin mjekësor. Zahir, koleg, veç unë s'jem kundër. Dhe ta morin kënd t'jap dorëçepje. Po ty, kur ti shekon moshë më herët, çfarë mendimi ke pas? Çfarë mendimi? Kur ikon moshën më Po ti kur e dashuron dikon, ti nuk është një thënie filozofike, thot, a njeri atë që e dën nuk e shef siç është, por e shef siç dëshiron të jetë. Na po flasëm kohën kur krijohet lidhja, domethënë. Edhe tash ti nëse ndalesh edhe diskuton me familjarë me krejt, atëherë ata normal, orientimi i prindve këtë do të jenë rreth një partneri ideal. Po nëse i shikojmë për shembull krejt këto pasoja që vinë, si që tha psikologu, si që tha ginekologu, ndoshta mundesh me ustej pak edhe me mendu për të ardhmen. Unë nuk thash votoj për dashuri, çfarë do që t'ja dish nëse është dashuri. Nëse nuk është interes në mes. Pata, a mendon Donald Trump me bashkëshortën e ka dashni jashtëzakonshme aty? Mos t'ja preki privasinës aty. Absolutisht, po deshta me ndërlidh që sociologu tha që edhe president, njerëz me figura të lartë, ata disa herë kanë qenë të martuar. Martesa aktuale është martesa ai e din më mirë se diçka, nuk po flas aty ku është ku mbështetet interesi. Fjala urt ka thonë se cilën në kohën e vet më mirë. Faktin e vet. Secili ka edhe martesa, edhe krijimi, edhe krejt. Nëse në mblidhen gjitha këto faktor, përfundimi është që nuk është çu reagojnë vajzat nëse ju ofrohet të femrat, po më intereson. Një afrohet një person diferent. Shoqet, kur është çështja e dashurisë, dashuri. Jo, në fola